Ish numri 2 i qeverisë Belinda Balluku i është drejtuar gjykatës së lartë me një rekurs përmes të cilit kërkon shfuqizimin e masës së pezullimit nga ushtrimi i detyrës publike. Kjo masë është vendosur fillimisht nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nëntor të 2025-s me kërkesë të SPAK dhe më pas ishte lënë në fuqi edhe nga instancat më të larta të gjyqësorit. Në tetor 2025 Balluku u more pandehur për shkelje të barazisë në tenderin e tunelit Llogaras, ndërsa më pas në nëntor u përfshi edhe në hajtime të tjera që lidhen me 7 lotet e Unazës së Madhe. Në të njëjtën periudhë, ndaj saj u vendos edhe masa e pezullimit nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës, masë që vijon të jetë në fuqi. Pavarësisht se kryeministri Edi Rama e shkarkoi nga detyra në shkurt të vitit 2026, çështja e masës së sigurisë mbetet ende objekt gjykimi, pasi vendimet e gjykatës nuk janë shfuqizuar. Gjykata e lartë ka shqyrtuar më herët edhe kërkesën për heqjen e ndalimit të daljes jashtë vendit, duke rrezikuar rekursin e saj dhe duke lënë në fuqi masën e vendosur më parë. Balluku akuzohet për shkelje të barazisë në tendera publik dhe është në hetim për disa procedura të mëdha prokurimi, përfshirë tunelin e Llogaras dhe projektin e Unazës së Madhe si dhe çështje të tjera të lidhura me tender publik.